Ish-banorja e Big Brother VIP 3, Dea Vjeri, ka ndarë disa opinione të forta dhe padoreza lidhur me vajzat shqiptare dhe sinqeritetin e tyre në marrëdhëniet në çift. E ftuar në një studio televizive, ajo u pyet drejt për drejt nëse vajzat gënjejnë kur i thon një mashkulli se ai është i pari për to. Dea e konfirmoi këtë pa asnjë hezitim, me një normale që po, duke shtuar se mentaliteti ka bërë që shumë prej tyre të shkojnë deri në ndërhyrje për t'ju rikthyer gjendjes së mëparshme. Biseda mori një rrjedhë edhe më personale, kur ajo vendosi të përmend emra konkret nga aktualiteti i reality show-ve, duke thumbuar ashpër Brikenën. Duke e lidhur këtë fenomen me vajzat që duan të duken si të përsosura në sytë e publikut, Dea u shpreh hapur. Po, ne kemi ende vajza që shkojnë e qepen, kemi edhe vajza që shtiren sikur janë virgjëresha. Më kujtohet pak edhe Brikena. Sipas saj, deklaratat e vazhdueshme të Brikenës, e cila shprehet se është një vajzë tradicionale që nuk del, qëndron në shtëpi dhe dëshiron të jetojë me vjerën, janë thjesht një fasadë shtirur. Për ta përforcuar qëndrimin e saj, ish-banorja theksoi se kushdo që flet për veten me superlativa të tilla, shpesh është duke fshehur të vërtetën pas një imazhi të re. Se më duken gënjeshtra të gjitha ato, thot. Unë nuk dal. Unë nuk bëj, unë rri në shtëpi, dua të jetoj me vjerën, nuk bëj ashtu, nuk bëj kështu. Të gjithë ata që flasin për veten, se është një lloj superlative për ta ngritur veten e vet lart, mendoj se janë gënjeshtra, shpjegoi ajo. Në mbyllje të argumentit të saj, Dea nuk i kurseu as pak akuzat e drejt për drejta duke vulosur. Emrin e një vajze që gënjen mund ta them. Brikena gënjen për shumë deklarata që bën për veten e vet dhe për ato që pretendon se është. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.